الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله والسلام عليه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Allahun e falenderojmë për ti falje dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje prej të ligave të shpirtit ton atë që Allahu subhanahu wa ta'ala e udhëzon në rrugën e tij të drejtë nuk ka kush që humb ndërsa atë të cilën lën të humbur nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre cilët ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Të nderuar vëllezër, në këto minuta të cilat do t'i kalojmë së bashku, kam zgjedhur një temë që në kohën ne kur jetojmë shumë prej njerëzve ju mungon modeli duhur, apo nuk din ku ta gjejnë modelin, shembullin e duhur. Allahu te bareke ve taala ka bëu që në mes të popujve modelet, shembujt të jenë të domosdoshëm. Për atë dhe Allahu te bareke ve taala se cilit popull ja dërgoj pejgambert. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Thot Allahu, kem dërgu tek çdo popull pejgamber. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, adhurojeni Allahun edhe shmanguni, largohuni pej tagutit. Fjala tagut nën kupton çdo gjë që adhurohet përpas Allahu subhanahu wa ta'ala me dëshirën e tij quhet tagut. E Allahu te bareke wa ta'ala çdo popull ja dërgoi shembullin që duhet të ndjekur. Po ashtu Allahu te bareke wa ta'ala na dërgoi edhe neve si ummet. Na dërgoi shembullin më të mirë. Na dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si model, si shembull. Edhe ai alayhi salatu wassalam ishte shembull si praktikohet feja, ishte shembull në moralin e tij, ishte shembull në sjelljen e tij, ishte shembull në raportin me njerëz. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një fjalë, me përmbledh, pejgamberi alayhi salam ishte vet modeli, vet shembulli. Tha Allahu në Kur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawm al akhir wa dhakara Allaha kathiran. Thot e keni shembullin, ju e keni shembullin më të mirë të i dërguari Allahut, e keni modelin më të mirë për ta ndjekur, modelin më të shkëlqyshëm. E keni ju që shpresoni Allahun dhe ditën e fundit dhe e përmendni Allahun shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shembulltyr dashurit e mi. Ishte një shembëltyr, një shembull i plot
në gjitha aspektet e jetës. Në gjitha aspektet e jetës, pejgamberi s.a.s. ka qenë shembull. Edhe nëse e marrim me shiqojmë jetën e tij, e shohim se ky njeri ka qenë model për këtë kategoritë e njerëzve. Ka ditë me i trajtu krejt. Vetaj alayhi salatu wassalam tha në hadith vërtet, innama ana rahmetun muhda. Tha unë jam vetëm një mëshirë e dërguar. Pejgamberi s.a.s. është dërgu mëshirë dashurit e mi. Është dërgu pejgamberi alayhi salatu wassalam mëshirë për gjithë njerëzimin, jo për musliman, po për gjithë njerëzimin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. O Muhammed, nuk të kem dërgu ne ty vetëm se rahmet, mëshirë për gjitha botrat. Një ditë për ditëve ju kërku ati të bekumi, ndëgjeje këto, pash Allah i ndëgjeje. Ndëgjeje këto, mirë ndëgjeje. Ju kërku këti të bekumi pasi i bon zullum shumë, e torturun. Leqe e torturun. A besoni qka i kanë bo këti njeri? Veç kur ka dalë ka thonë, inni Rasulullahi i lejkum, unë jam për pejgamberi i ju, i dërgun të ju, me një herë, pej miqasis që i ka pas me disa pej kurejshve, me njerë ja kanë shuqika. Dështë ka thonë jam pejgamberi Zotit. E kanë torturu. O konë të hecë rrugës, të hecë. Rrugën e ti të hecë. Të mos e ngut që thojmë në askan, e kanë kopë për gjybe, e kanë ngrej. O shkun qabe mu falë, ja kanë ardhë, ja kanë qitë ploncin kry. Tu falë o konë. Tu falë, ja kanë qitë ploncin kry. Ja kanë vëra ma dashurit e ti. Edhe në fund, pas gjitha këtëre torturave, ka ardhë dikush prej muslimanve i kanë thonë, ja Rasulallah, ud'u Allah ala al-mushrikin. O i dërgumi Zotit, lut ju Allahut kundër mushrikinve, pa besimtarve. Qa ka thonë? Qa ka thonë a i bekum sallallahu aleyhi wasallam? Innama bu'ithtu rahmatan walam ub'ath la'anan. Innama bu'ithtu rahmatan walam ub'ath la'anan. Tha unë jom dërgu, tha jom dërgu mshirë, e nuk jom dërgu malkus. Ja Rasulallah, edhe me mushrikina, edhe me pa besimtara, edhe ata që kanë torturu, edhe ata që të kanë vëra, edhe ata që asnit s'ka të keqe që ka ekzistu veç që ta kanë bo. Po kështu është Rasulullah s.a.s. Kjo modeli janë, o dashurit e mi, që kjo modeli janë, kjo modeli janë, kë ka ardhë me nëzjerë njerës për ersires me i qitë ndritë. Që kjo konë modeli i pejgamberi s.a.s. Që kjo konë puna pejgamberi s.a.s. Për atë pejgamberi s.a.s. dashurit e mi, këtë moral, këto vlera, ka pas qep mi shpërndan njerëz. Edhe ka thirë to. Ka thonë, arrahimune, jarhamuhun rahman. Të me shirëshmit, i me shiran kush, me shiru e si. Me shirajni ata që janë tokë, t'ju me shiran aj që është në qelë. Ka thonë kush me shiran, me shirohet. Kjo pejgamberi s.a.s. Kjo është dini islam. Pejgamberi s.a.s. dashurit e mi, ka dit me shiru edhe dvezhlit bre. Edhe me dvezhlit ka dit me i me shiru fmit. Kush o konë pejgamberi s.a.s. O konë qaidul gjejsh, o konë komandanti supremi ushtris, o konë kryetari shtetit, kryeminister, kreti ka pas. E ka po vllaune Enes ibn Malikit radiallahu anhu, se Enesi thot pejgamberi s.a.s. vinte të nan shpe, hinte kohë pas kohë, edhe e kam pas thot një vllad vogël, i cili thot e ka pas një bilbil, një zog, dvogël që lujke me ta. Edhe një ditë për ditë, kur ka hi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shtëpinë e tyre, e ka pa dhe të vllaune e Enesit mërzitun ftyrë. Fmi, ju ka afru pejgamberi s.a.s. Me njëherë, me njëherë o transferu mshira e ti, o boj vogël, o ullë me taj ka thonë, ja Eba Umeir, ma faalen Nugajr. Hadithi në Sahih Bukhari. Ka thonë, o Ebu Umeir,
çka boni kështu në gajri? Në gajr, në gjuhën arabe i thojnë bilbilit, usfur. Zog i vogël. Që se e ka trajtu. Kjo me dvezlit. Po nëse i këshyrim të mdhajt, ndëgjeje kësën e Thu'banit radiallahu anhu. Ka qenë një sahabe i pejgamberi s.a.s. që e ka pas emnin Thu'ban radiallahu anhu, i cili o kujdes dhe i ka bu hizmet pejgamberi s.a.s. I ka krypu pejgamberi s.a.s. Edhe një ditë prej ditëve të dashurit e mi, Thu'bani radiallahu anhu o ardh në xhamit pejgamberi s.a.s. me lyp pejgamberi s.a.s. se ka gjetë. Se ka po pejgamberi s.a.s. Kur nuk e ka po pejgamberi s.a.s. o ullë një qësht dhe dera e xhamis aty edhe pëkon. Pëkon Thu'bani. Po vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pe sheh Thu'banin tukaj, pe thot tha, o Thu'ban, tha, pse pëkon? Qa kishi pëkon o Thu'ban? Tha, ja Rasulullah, ti e din adetin temu i dërgumi i Zotit. Ti e din që çdo ditë Zotit unë e vi me të po. Sot, kur erdha me të po, ja Rasulullah, nuk të gjeta. Edhe unë ndolla, thot, mendova, thash, me vdekjen tënde, ja Rasulullah. Ti kur ki me vdek, ki me qenë deregje të larta të gjennetit. Ki me konë me pejgamber, me shahida, me të sinqert. Andërsa tha une, kur të vdes, nëse hinë gjennet, se s'dia ko me hinë gjennet, aty ja Rasulullah, që ko me të pa une? Ku ko me të pa une ty, qëre subhanallah? Qëre subhanallah, qëfar dherë të kanë posë? E ka pas dhertin në akhiret, a e shë Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Në akhiret, arin me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. A i sahabja tjetër, Amr ibn As, ka ardhë ullë para ti e ka këshyrëve, vesh e ka këshyrë. Edhe ka thonë, me më pa thonë dikush, për shkruje Muhammedin a.s. Qysh do këtë i kësha thonë, prit halasës jo ngi mirë të e këshyrë. Po na të dashurit e mi që se kem pa hiq, që kem pa ftyrën e ti të bukur. Nuk kem pas fatin me andis zonin e ti të ambel. Po në elus Allahun, Allahu me në bo nasib gjennetin, me në bo nasib që në gjennet me po, edhe pasha Allahun betonan Allahun këtë mimber pe i mimbereve të shtëpis ti. Betonan Allah subhanu wa ta'ala saj që e ka dosht hak Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, vallahi ka me po dhe ka me ndajt me to. Hoqa në argumentin, ndëgjoj argumentin që ja ka jep Thu'banit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se Thu'bani kur i ka thonë, ja Rasulallah, ti kur thin gjennet je me pejgamber të deregjet të lartë, e une nëse hisni që shumë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hesht, që ka përgjigj, s'ka di që ka me i thonë. Atëre Allahu ka ndërhy, Allahu te bareke wa ta'ala ka ndërhy, edhe ja ka zbrit ajetin e madhë, ku thot Allahu te bareke wa ta'ala, fa ulaike ma'alladhina an'ama Allahu alejhim, minan nebijin, was siddiqin, was shuhada, was salihin, wa hasuna ulaike rafiqa. Tha ata që, se ma përpara ajeti, men yuti illaha wa rasul, ata që i binden Allahut edhe dërgumit ti, fa ulaike ma'alladhina an'ama Allahu alejhim, do t'jenë me ata që Allahu i ka begatu me begati, me qfar begatije? Me shoqërimin e pejgamberve, të sinqertve, shuhedave, të mirëve. Sa shoqëri e mirë kjo. Thot Enes ibn Malik, thot Enesi radiallahu anhu, nuk na ka gëzu diçka ma shumë, nuk na ka gëzu diçka ma shumë kër e kena ndiket ajet që i ka zbit pejgamberi s.a.s. se pejgamberi a.s. pasta i ka thonë, el mar'u ma men ahab, njeriu do t'jet me ato që e dën. Njeriu do t'jet me ato që e dën. Ka dal Enes ibn Malik në për rrugët e Medinës, ka thonë e du Allahun, e du Resulullahin, e du Ebu Bekrin, e du Omerin. E kanë dio Ebu Bekri radiallahu anhu, ka thonë, o Enes, ka e ka thush shtu bre? Çka jo këto fjalë tuja, o Enes? Ka thonë, i ka zbrit ajeti kështu pejgamberi s.a.s. dhe pejgamberi s.a.s. ju ka përgjigj Thu'banit, i ka thonë, el mar'u ma men ahab, njeriu do t'jet me ato që e dën. Edhe unë e du Allahun, pejgamberin, ty du Ebu Bekr edhe du Omerin. Atëherë edhe Ebu Bekri përsërit i fjalë të Enesit. Pejgamberi s.a.s. ka qenë i but dashurit e mi. Për fund po du me e përmbyll se po na hec koha. Vallahi billahi qërë çfarë shembulli, çfarë modeli bre. Model vallahi billahi për krejt porët e jetës, ndoshta më marr
edhe ja vlen me marrë shumë hutbe, me i trajtu shumë pore tjetës ti se ka qenë modeli vërtet që duhet pasuhet dhe duhet të ndjeket. Rasulullah s.a.s. Edhe ai ndonjëherë ka pas mos pajtime me gratë e tij, sikurse që i ndodh çdo të martumi sot. Ama shiqej moralin e tij të lartë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë rënë mos pajtim me Aisha radhiyallahu anha. Janë rënë mos pajtim. Edhe i ka thonë pejgamberi alayhis salam Aishës, "Ja Aisha, a pranon ti ka thonë, me na e gjyku këtë mos pajtim tonin të thiri Ebu Ubejd ibn Jarrahin." Një sahabët madh pejgamberi thonë, "Ja ka thonë Aisha, ja se pranoj." Ka thonë, "A pranon me thirr Omerin?" Ta thirim Omerin pra. Ja ka thonë, "Çfarë Omeri?" Ka thonë, "Ja, ka thonë i tuta unë Omerit, jo Omerin." Ka thonë, "Atëra, ta thirim babën tënd Ebu Bekrin." E pranon babën tënd? Ka thonë, "Po Omer, çu baba, kush të pranon babën?" Ka ardhur Ebu Bekr radhiyallahu anhu, janë ul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pse Ebu Bekrit ky moment i ka ardhur rënd, thotë kanë ja Rasulullah, çish me gjykun e ty? Ka thonë, "Çështo po lip vajza jote." Ul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para Ebu Bekrit, "Qërbe, pasha Allahun, madhështinë e këtij burrit të madh." Si ka ardhur mbare ul para Ebu Bekrit, au kon më i madh Ebu Bekri apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Se kanë erdhë po janë disa palasho të akhirës zamonit të nadhen, vallahi billahi kur far vlerës kanë edhe çojnë hun të nalte, kush jepet ti kur kush si hiç. Vallahi billahi kur kush si. E çon hundën të nalte. Ai Rasul sallallahu alaihi wasallam gombe. Në çfarë burri madh ka ona vëllai. I pari shtetit ka pranuar mu ul para një pasuesit ti. Para Ebu Bekrit të ul, edhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjykana ka thonë Ebu Bekr. I ka thonë vajzës vetë fol. Ka nis Aisha me fol. Tu fol Aisha radhiyallahu anha e ka kry. Ka thonë tash fol ti ja Rasulullah. Kur e ka nis pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fol, ka ndërhy Aisha. Ndërhyrjen që e ka bë Aisha, Ebu Bekri radhiyallahu anhu e ka shtyë dhe ka godit. Kur e ka shtyë dhe ka godit, i ka shku gjaki Aishës radhiyallahu anhu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, "O Ebu Bekr ka thonë, nuk thira për këtë punë." Edhe Aisha radhiyallahu anha me një herë ka shku më zhriv baskuj, mbas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ja Allah, ja Kerim. Nuk o shku më shef mbas babes. Vajza kur ndim pa siguri. Wallahi ajo vajzë ka një bab tamam bab. Kur ndim pa siguri, kur e friksume, shkon me njëre lipstërehen të baba, shefet të baba. Aisha radhiyallahu anha nuk shef të baba. Po shkoj pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa herë ishte në atë vetmin me Aishën, ja kujtonte këtë moment, atë kujtohet kur të kom mbrojt pe babës ton, thot edhe buzëqeshin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Aishën. Ky ka qenë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah që kjo është Islami. Billahi që kjo është Islami. Pasha Allahun që kjo është Islami. Kush don me marr vesh çka është Islami, lexojeni për Muhamedit alayhis salam. Mos e këshirni hoxhën çfarë po thot. Mos e këshirni Hasanin e Husejnin atë haxhin atje. Jo, se hoxha e Hasani e Husejni, munden me gabu edhe mu shoqër Allah që Allahu nuk i kalon hoxhën e haxhin edhe me zini si kalon ata me qenë yrneki i dinit. Po yrneki i dinit, modeli i dinit është laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma alayhi ma anittum. Ju erdhi juve thot një pejgamber nga mesi juj, i cilit i vjen keq për të hekmet e juja, harisun alejkum, i kujdesshëm për ju, bil mu'minina raufur rahim, për besimtarët ishte i but dhe i mëshirshëm. O Zot, mos na largo mëshirën prej zemrave tona. O Zot, na i mbush zemrat rahmet, na i mbush veprat rahmet ja Rabbi, na bësh shëmbëltyr të mirë, t'jem shëmbëltyr e mirë dhe na bë pe atyne që e ndjekim modelin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.